Fatmirësisht deri në momentin kur po flasim, pavarësisht këtyre numrave që i prezantova, nuk kemi pasur jetë humbura, sepse ajo është pjesa më problematike. Po pse mundet njeriu me humb jetën nga fruthi? Po, është një sëmundje e keqe. Do të thotë kur them e keqe e paparashikueshme, nuk është si sëmundje të tjera ku mund të vuajmë, po në fund ja dalim. Do thotë jo në secilin rast arrim me mbijetu këtë sëmundje. Sa për ilustrim, do thotë për mos me i lodh shumë me shumë numra ata që na përcjellin, po për vetëm vitin 2022 në nivel global rreth 95.000 persona kanë humbur jetën nga fruthi. Nësa tek në vitin 2019 i kemi humbur brenda një muaji 4 fëmijë të pavaksinuar, fëmijë jo me probleme të tjera. Do thotë fëmijë që po ta kishin marrë vaksinën, mund ta kishin kaluar si një flamë. Do thotë janë humbur edhe 4 fëmijë para pandemisë. Para pandemisë që nuk kanë qenë vaksinuar. Aq është e rëndësishme vaksina. Shumë është e rëndësishme sepse në momentin tash po e them pak në mënyrë figurative kur vale sëmundjes të merr përpara, nuk është gjithçka në dorën e mjekëve. Në kuptimin ata e bëjnë të pamundurën, po nganjëherë rasti shkon për të keq, pavarësisht krejt përpjekjeve që mund t'i bëj ekipi i mjekëve. Prandaj do thotë është me rëndësi me u marr vaksina me kohë, sepse është mënyra vetme për me parandaluar në një situatë keq.